Episodi mes Elionës dhe Klodit ishte një nga ato momente ku maskat bien dhe fjalët nxjerrin në pah më shumë se sa njerëzit do të donin të pranonin. Akuzat e drejt për drejta, më ke manipuluar, ti je një gënjeshtar, ti je skudh, nuk janë fjalë që thuhen lehtë dhe as pa një ngarkesë të madhe emocionale pas tyre. Janë fjalë që synojnë të godasin karakterin, jo vetëm sjelljen, dhe që e kthejnë një debat në sulm personal. Eliona nuk foli thjesht nga nervat e momentit. Fjalët e saj treguan shgënjim, pasiguri dhe një nevojë për të dalë mbi situatën duke e ulur tjetrin. Akuzat për manipulim janë ndër më të rëndat që mund t'i bëhen dikujt, sepse nënkuptojnë lojë mendore, qëllim të fshehtë dhe mungesë ndershmërie. Por kur këto akuza hidhen pa reflektim dhe pa përgjegjësi, ato flasin po aq për gjendjen emocionale të atij që i thot, sa për atë që i merr. Ajo që e bëri këtë episod edhe më të rënd ishte fakti se Benita dukej se e shijonte mënyrën se si Eliona i fliste Klodit. Kënaqësia e fshehur, heshtja që miraton, buzëqeshja që nuk flet por thot shumë. Nuk ishte thjesht solidaritet femëror apo mbështetje morale, ishte diçka më personale. Një pëlqim i qartë për Klodin që e bënte situatën edhe më të ndërlikuar dhe më të sinqert në mënyrën e vet të hidhur, kur dikujt i bëhet qefi që një tjetër sulmohet. Kjo nuk ka lidhje me drejtësinë, por me interesin personal. Dhe pikërisht këtu humbet balanca e debatit. Sepse nuk kemi më të bëjmë me të vërtetën apo sqarimin, por me xhelozi, rivalitet dhe dëshirë për vëmendje. Klodi nuk ishte më një njeri në debat, por një objekt rreth të cilit rrotulloheshin tensione, pëlqime të fshehura dhe inate të pashprehura. Në këtë episod, askush nuk doli realisht fitues. Fjalët e rënda lanë gjurmë, akuzat krijuan çarje dhe qëndrimet zbuluan motive që deri atëherë ishin fshehur pas sjelljeve të përmbajtura. Manipulimi, gënjeshtra, kooperacia, këto janë etiketime që, kur hidhen pa maturi, kthehen në pasqyrë për atë që i përdor. Ky moment